kemi kërkuar një rezolut në mbrojtje të së vërtetës historike, një rezolut e cila në thelb nuk do duhej të na ndonte, por do duhej të na bashkonte. Është vështirë të besojmë që ka vullnet politik për të pajtuar për çështje tjera. Siç e dini, Partia Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar që do të sjellë për votim një rezolut e cila në thelb nuk do duhej të na ndonte, por do duhej të na bashkonte. Ne kemi kërkuar një rezolut në mbrojtje të së vërtetës historike dhe viktimave të luftës së fundit në Kosovë. Revizionizmi ndodh fillimisht duke shkaktuar huti, pastaj duke ngritur dilema, pastaj duke bërë përpjekje për relativizim të krimeve, pastaj duke krijuar balanca artificiale mes agresorit dhe viktimës. Ne kemi kërkuar që rezoluta në fjalë të obligoj institucionet e Republikës së Kosovës që të mbrojnë luftën e drejtë, që të mbrojnë dinjitetin e viktimave. Tekstin ua kemi shpërnda grupeve parlamentare dhe kemi protokolluar në Kuvendin e Kosovës qysh dje. Disa grupe parlamentare na kanë dhënë disa vrejtje dhe propozime, kemi marrë 3 vrejtje dhe propozime shumë substanciale nga përfaqësuesit e LDK-s, mirë po lëvizja vetëvendosje, ndonse me shkrim nuk e ka dhënë asnjë propozim, sot kërkoj që kjo çështje të trajtohet aty diku në fund të rendit të ditës. Ne besojmë që në ky kuvend, ne si deputet nuk e kemi bashkë edhe asnjë punë më të rëndësishme se sa miratimin e kësaj rezolute. Ja kaloj fjalën kolegu tim Përparim Gruda, i cili ka punuar shumë me një ekip të gjerë ekspertësh në hartimin e rezolutës dhe do ta shtjelloj përmbajtjen e saj. Faleminderit shumë të gjithëve. Ne do t'ju japim një kopje të draft rezolutës që kemi propozuar për gjitha mediat. Unë do të them shkurtimisht vetëm 2-3 gjëra. E para, refuzimi kryetarës të kuvendit dhe i shumicës parlamentare për me fut si pikë 3 një ditës pas diskutime jashtë një ditës, pas pyetje parlamentare, para marrëveshjeve ndërkombëtare, nuk është teknike, siç e tha kryetarja e kuvendit, se po të ishte teknike do ta kishte miratu. Është qëndrim politik për mos me përkrah rezolutën. Është qëndrim me na çu deri mas dite në për çështje tjera, mas dite me mbledh një komision, edhe komisioni më thon valla s'do akordohemi me draftin e PDK-s, tash e lexuam draftin, edhe s'mund ta miratojmë. Pra është refuzimi i rezolutës. Që të mos kuptohet se është një çështje teknike, nuk është një çështje teknike, është një çështje përmbajtësore. Nëse është teknike, atëherë ishte dashur të futej në pikën e parë të rendisë që kemi kërkuar ne. Rezoluta ka veç një qëllim. Me shpreh për kushtimin e kuvendit, me i dhonë zotime kuvendi para publikut, me marrë obligime kuvendi, për me kriju legjislacion i cili e mbron të vërtetën historike të Kosovës. Praktika e mbrojtjes së të vërtetës, e mbrojtjes së historisë e viktimave, e mbrojtjes së kujtesës të një kombi, nuk është diçka që kemi shpik ne në këtë rezolutë vetëm i kemi konsultu të gjitha praktikat që ekzistojnë në vendet demokratike që mbas luftës dytë botërore këne, e mbrojtjes së të vërtetës. Nuk mund të vazhdojmë të lejojmë që në ambientet publike në Kosovë, me ekspozita, me botime, me forma tjera të aktivitetit publik, të shtrembrohet e vërteta e Kosovës dhe të sillet një tregim i cili është tregim që e ka servu Serbia për këtë dekada mas luftës si shfaqsim i saj karshi krimeve që ka kryer, dhe mendoj që do të ishte një gjë e dur. Në këtë tekst nuk ka asnjë gjë të papranueshme për asnjë grup parlamentar, nuk ka fjalor politik, nuk i referohemi individëve, nuk i referohemi koncepteve politike, referohemi praktikave europiane për mbrojtjen e kujtesës, për mbrojtjen e historisë, për mbrojtjen e kujtimit dhe të dhënave historike për viktimat që ka pas Kosova. Kështu që mendojmë që është thellësisht zhgënjyese për neve, me pa që një shumicë parlamentar nuk ka guxim moral me shtyje edhe një rezolutë të tillë. Faleminderit shumë.
pjesën e integracionit që për një çështje kaq mëdha nuk ka as pak mundësi, edhe nëse ka pasur diçka do të Po mundohem që të përmbledh. Tash e një kohë të gjatë, se çfarë kemi parë ditëve të fundit në sheshet e Prishtinës është shpërfaqje e një diskursi që tash e një kohë është impjantuar në shoqërinë kosovare. Relativizimi i luftës, relativizimi i krimit, edhe në fund fare përpjekja për të vendosur një balancë të paqen mes agresorit dhe mes viktimës. Për më tepër që ky lloj narracioni hyn në kuadër të një narracioni më të gjerë, që Kosova është shkatëruar e është rënuar tani e 20 vite. Këto të gjitha janë pjesëza të njëjtit mozaik, që synon ta paraqes Kosovën si dështim dhe luftën tonë për liri e për pavarësi si përpjekje të pasuksesshme ndonjëherë si përpjekje për të marrë pushtet. Narracion të ngjashëm keni në gjykatën speciale nga prokuroria në Hagë. Është detyra jonë dhe nuk po bëjmë asnjë lloj shpifje. Vendet e Bashkimit Evropian janë mbi 20 vende evropiane që çështjen e të së kaluarës dhe kujtesës dhe mbrojtjen e viktimave e kanë trajtuar me ligj. Është e dhimbshme se po e ripërsëris, kjo është një çështje e cila do duhet na bashkonte, jo një çështje e cila do duhet na ndonte. Është e dhimbshme që nuk pat guxim nga ana e shumicës parlamentare për ta trajtuar këtë çështje kaq të ndjeshme me respektin që kjo temë e meriton. Sa i përket çështjes koordinimit mes nesh, ne në fakt kemi pas një koordinim, do thoja, edhe me grupin parlamentar të LDK-s, edhe me grupin parlamentar të AK-s, dhe kemi pasur pajtim të plot në përmbajtjen e tekstit, sikurse që kemi pasur pajtim edhe nga ana e tyre që është e rëndësishme që kjo pikë të vendoset si e para në rendin e ditës. Tash e një kohë të gjatë nga lëvizja vetëvendosje dhe nga shumica parlamentare që e kemi sot, kompromisi shihet si dobësi, e marrëveshja si fjalë e ndyrë. Dhe mirë saktë keni, kur ne nuk kemi pa sot vullnet politik nga lëvizja vetëvendosje për të pajtuar për një çështje rreth së cilës nuk do duhet kishte fare diskutim, është vështirë të besojmë që ka vullnet politik për të pajtuar për çështje tjera.